dhe u futën në për lista. Patëm primaret neve, apo jo. Mirë, keq, nuk që e kemi diskutu këtu, s'du të rikthejmë, që perfekt, mund të ishte bërë dhe më mirë, por patëm një proces, ku patëm dhe ko për të pasë se kush mund të ishin kandidatët, patëm dhe ko që për të peshu gjithë cili prej nesh, që një peshimi parë me votë, pastaj që ai peshimi nga ana e kryesisë dje do në listat përfundimtare. Por që në fund fare ditës, sjellin disa njerëz që vinë aty me këmbë të veta. Vinë aty për me marrë përgjegjësi, po jo sepse si këto që shohim ne çfarë aftësish kanë ata. Me videoklip, kanë bërë videoklip. Çfarë aftësish kanë ata. Atëherë, kur ti merr dhe bën një ekip me njerëz të paaftë, e bën këtë vetëm që të kesh gjithë kontrollin vetë, sepse këta varen vetëm nga ty do s'bëjnë dot asgjë tjetër, siç bën Partia Socialiste. Kur ti bën një ekip me njerëz që janë të gatshëm, marrin iniciativën, dalin përpara, shkojnë aty për të kërkuar vota, vejnë fytyrën, diskutojnë dhe janë personalitetet nga fusha nga më të ndryshmet të jetës, kjo tashti është komplet situatë tjetër. A bëhen dot gjithë kandidat? Nuk bëhen dot gjithë kandidat, sepse hapësirat aq janë. Ka Partia Demokratike shumë më tepër njerëz se sa çka vende parlamenti, kështu që nuk mundesh gjithkënd ta kesh aty, por përfaqëson në mënyrë të drejtë atë që është ajo faqja e pastër dhe ai morali. Dhe ai diskutim për të shku për të bërë mirë brenda një parlamenti ku me thënë drejtën servilizmi ka pllakos aty maksimalisht dhe vetëm kur vjen puna ke fundi gjon ca zëra si këto ca Partia Socialiste aty që ngrenë zërin vetëm në momentin kur kuptojnë që s'janë më listat mbyllura se një mandate me radhë dhe aty fillojnë dhe ngrenë zërin aty. Deri sot nuk fona asgjë, ka shumë drejt brisi. Kjo ka ndodhur me vite. Nuk flet njeriu, mbyllin gojën, ecin përpara, i bëjnë këto gjëra. Dhe çfarë personifikon kjo? Çdo gjë që bën qeveri Partia Socialiste bën në këtë proces, që do të thotë çeftas, me kujdes, lidhu vetëm me shefin, se s'kan asgjë tjetër. Po të mbajti. E morën vesh vetëm kur shefi. Po, vetëm kur shefi foli me radhë. Kjo tregon se si qeverisin ato. Gjithçka është dorën e këtij, dhe mos na thotë që hajndardha mbas kurrizit tim dhe unë s'dia gjë. Gjithçka ky vendos me njerëz cilët varen prej tij krejtësisht, totalisht prej fjalës së tij. Nga krau tjetër, Partia Demokratike shkon aty, e bën situatën e vet transparente, e hap në sy të gjithëve se si ne i zgjedhim deputetët tanë, i vën aty në listë përpara që ke primaret, që si u votuan, ku votuan, dhe ato le të themi imperfeksioni që ka pasur. Edhe ato janë sytë të gjithëve, pra nuk kemi turp neve. Kjo është vërtet, transparenca është standard i ri. Dhe ne kemi figura të cilët mund të bëjnë ndryshimin. Kjo është e rëndësishme që të kuptojnë ndërmjet dy listave dhe kjo është gjëja e madhe. Ndërkohë që kujtojmë ke Partia Socialiste, sikur gjithë të rinj të ishin. Gjithë. Dhe ke vetëm Edi Ramën aty. Mjafton për të kuptuar se kush është vizioni i tyre për të ardhmen, qofse drejtohen nga ai njeri. Sfidohet ky pushtet në mandatin e tij, që kërkon mandatin e tij të katërt, që ka vënë në lëvizje gjithçka, ka përdorur gjithçka për të shkatruar opozitën, duke korruptuar edhe FBI-n, me lidhje me krimin organizuar, me lista që ka përcaktuar. A është kjo listë, kjo filozofi e Partisë Demokratike e mjaftueshme për ta përmbysur, po themi, këtë lloj makinerie? Është një nga pikët kryesore të aparatit për të arritur për të bërë ndryshimin e madh. Nuk është e vetmja, patjetër, ka edhe elemente të tjera. Kujtoj një diçka se kanë filluar të prend dhe disa krah dhe edhe krimit, ndërhyrjes, kemi parë se si mbështetje ndërkombëtare që në valviste Edi Rama që godiste opozitën, që godiste liderin e opozitës, që s'lente me pas një lloj pune normale, kishin gjithkohës shkopat në rrota, apo jo? Filluan se si kanë ndruar krau këtu. Tashti, patjetër ky është tjetër pikë e rëndësishme e makinerisë. Të duhen të gjitha pikat. Skuadra ma është pikë e rëndësishme. Të shqetëson fakti që jeni në listë hapur, jo vetëm ti, por edhe shumë njerëz të tjerë, për cilët publiku natyrisht kanë ndjeshmëri të ndryshme. Do të kishte dashur disa njerëz të kishte në listën e mbyllur. Ty vetë personalisht të shqetëson, sepse ky është një sistem ish të gjitha, po i heqim edhe sindikon krimi, si blihet vota, etj, si përdoren burimet shtetërore në fushat, por në një sistem i cili është tmerrsisht penalizues, në raport me ballafaqimin e drejt për drejt të zgjedhurit, kandidatit për qenë i zgjedhur me publikun. Ty të shqetëson kjo gjë? Jo, personalisht jo. Unë kam qenë për parimin e listës hapur komplet, kështu kam qenë. Dhe në Korrik e kam shfaqur këtë ide që në Korrik, kur reforma zgjedhore mori fuqi, pra u votua me radhë. Kam qenë me parimin që duhet shkosh aty të përballesh, pse? Se përfaqëson.
përfaqëson me të vërtetë. Atëherë kjo është mënyra më e drejtë. I drejtohesh sovranit dhe sovrani nëse të voton dhe është një votë e lehtëzueshme dhe numërueshme direkt, unë mendoj që ishte forma më e drejtë. Unë mendua ndryshe. Tash ne jemi një parti demokratike që do të thotë vendos shumica dhe pastaj pakica thotë dakord, vazhdojmë me këtë linjë, po jo se sa thotë do të mendimin e vet. Këtë e kemi të mirë neve, se ata të tjerë duhet heshtin komplet. Unë me këtë mendim kam qenë qënkorrik, që do të thotë edhe tash që jemi në mars, vazhdojmë atë mendimin që lista hapur do tregon më qartë se kush është mbështetja apo jo. Dhe patjetër nuk mund të kesh gjithkund listë mbyllur, sepse aq janë vendet edhe aty, dhe kalkulimet e le të themi kryesisë se si dikush është listë mbyllur këtë qarka, ka qenë tagri i saj që ja kemi dhënë ne me këshill kombëtar me vendim këshillit kombëtar. Patjetër, është marrë me vendim këshillit. Eksakt. Dhe kemi ditur dhe përpara se të hynim primare dhe kush aplikoi këtë gjë e ka ditur që do jetë me 2 etapa procesi. Fakti që ata që morën më shumë vota në primare, jo domosdoshmërisht të vendosën në lista të mbyllura. Ky është tagri pastaj i kryesisë. Tani ja kemi lënë kryesisë. Kryesia ja lën neve këtë privilegj. Nëse ka bërë mirë këtë gjë dhe nëse kjo listë do të jetë rezultati në fund, ne do të trokasim gjithë, do të themi bravo të qoftë. Nëse jo, atëherë patjetër merr përgjegjësi. Dhe përgjegjësitë janë të lehtëzueshme. Sepse kështu kemi vendosur, kryesia do ta bënte këtë gjë dhe atëherë duhet kuptojmë edhe diçka se dëgjoj, sa herë e dëgjoj këtë bisedë. Ka 12 vjet që populli opozitare vun këtë sistem. Njerëz thjesht që as kanë marrë asnjë gjë ose kanë vujt shumë nga ky regjim që ka nga krahu tjetër. Edhe tash ne vetë mbesim se dikush mërzitet, dikush rimendon listë hapur, listë mbyllur etj. Nuk na kanë borxh demokratët në këtë. Neve kemi një diçka. Ne do të mendoj për rotacionin. I vetmi mendim që kemi neve duhet jetë për rotacion me 11 maj dhe unë nuk më pëlqen, dhe kemi diskutuar dhe këtu në këtë studio, nuk më pëlqen diskutimi listë hapur, listë mbyllur. Unë pëlqen diskutimi listë fituese, potencialisht apo jo. Edhe strategji fituese, se nuk është vetëm lista, është shumë komplekse. Dhe patjetër ja kemi lënë kryesisë. Klodi, si e ke parë listën e PD-s? Në funksion të qëllimit, se nuk dua të qëndroj ke qefmbetjet e vogla apo emocionet është. E para është një listë thellësisht politike, është që përfaqëson, po themi, në ndryshim nga ajo e PS-s. Përfaqëson fytyrën politike të Partisë Demokratike. Sigurisht unë do të isha për pak më shumë rinovim të po themi grupi parlamentar të Partisë Demokratike ose atij që presupozohet që do të jetë grupi parlamentar nesër i Partisë Demokratike, ndoshta për të lënë pak më shumë mundësi figurave të reja. Sigurisht që përgjithsisht këto studiosit politik thonë që raporti më optimal i renovimit është diku te 30%, pra në një legjislaturë. Por duke patur parasysh atë që ka kaluar Partia Demokratike gjatë 3 apo 4 vite rrezikoi ekzistencën. Që ku rrezikoi ekzistencën, ishte e pritshme që do kishte një listë thellësisht politike të bazuar tek ata që kanë qenë, po themi, luftëtarët apo qendrestarët, siç quhen ndryshe, në ato momentet më të vështira të Partisë Demokratike, pra në ato vite kur Partia Demokratike u sulmua. Unë mund të them që u sulmua jo vetëm nga qeveria, por edhe nga faktori ndërkombëtar për të zhberë si opozitë, pra për të zhberë si forcë politike. Sigurisht që fakti që ata njerëz detën aty, luftuan ato kushte, dhe duhet i kemi parasysh edhe faktin tjetër se edhe me Bledin po e bisedonin që parë nuk ishte lehtë në atë kohë të qëndroje aty kur kishe po themi ishe duke luftuar përballë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sa ashtu ndak.